Nuk ka qetësi në kampin Kuqiblu, vetëm një ditë përpara ndeshjes, vllaznia Malifsheva, e vlefshme për turin e parë të Conference League, institucioni i UEFA-s, nuk ka federuar blerjet e reja të kampit Kuqiblu, nga sa bëhet e ditur në listën e federimit për ndeshjen e mbrëmjes së të njëjtës në përballje. Me Malishevën janë vetëm 15 lojtarë, mes të cilëve figurojnë edhe Sherif Kallaku dhe portieri Leon Polc, që do të thotë me këto dy të fundit, të cilët janë në tratativat për shkëputjen e marrëdhënieve me vllaznin, Kallaku për të bashkuar Teutës dhe Polc jashtë Shqipërisë, teknikut Martini mbetën në dispozicion vetëm 13 lojtarë, 11 të fushës dhe 2 në stol. Leon Polc, Aron Jukaj, Rezat Bunjaj në port, Erdenis Gurishta, Pusi, Jasmin Çeliković, Kristian Dros, Kallaku, Murataj, Marku, Clint Çato, Tafili në mesfush dhe Bekim Balaj me Aris Aran dhe Keralt Kubazin në repartin e sulmit janë emra të e federuar zyrtarisht nga UEFA, por problematika thellohet më tej kur edhe pse është në listë Tafili, ai është i pezulluar të mos luajë në këtë ndeshje, fal një kartoni të marrë sezonin e kaluar në Kupat e Evropës. Arsyeja e këtij penalizimi të klubit Kuqiblu sipas UEFA-s ka të bëjë me mos shlyerjen e detyrimeve ndaj një pjese të futbollistëve që janë larguar nga vllaznia. Situata duket problematike, por megjithatë burime pranë klub futboll Vllaznia bëjnë të ditur se klubi Kuqiblu ka arritur të shlyejë në kohë detyrimet ndaj futbollistëve të larguar, por një gjë e tillë nuk është rakorduar akoma nga ana e UEFA-s dhe për këtë që prej ditës së djeshme ka nisur kontaktet për zgjidhjen e këtij problemi, i cili deri në ditën e ndeshjes pritet të marrë një përgjigje zyrtare që në kampin Shkodran janë optimiste të jetë pozitive. Në rast të kundërt ka edhe një alternativë tjetër, ajo e dorëzimit të një liste B, ku gjithnjë nëse nuk do të zyrtarizohen lojtarët e blerë nga Vllaznia në merkato, lista e Vllaznisë për ndeshjen me Malishevën pritet të plotësohet me lojtarë nga Vllaznia B dhe Akademia e Futbollit Vllaznia, që dihet niveli i tyre për një përballje të parë dhe direkte në Kupat e Evropës.